Sot në ditën e Shëngjonit pa gëzuesit ki marrë tek vetë kisha Shëngjonit. Me dy besimtarë të mrekullueshëm, Gjolin Zef Kaçorri edhe Gjok Pepën profesorin ja ku kemi. Specialistin e muzeut. Unë i moft. Edhe ju, zotëri. Dita e Shëngjonit dhe unë falenderoj si na prunë këtu sot. Falenderojmë ty, zotëri. Erdhi edhe Hajde të rinajde. Kisha e Shëngjonit si që shikoni është e rregulluar shumë bukur. Është kthyer siç ka qenë pothuajse në kohën e Kokmalshit. Kokmalshi thonë ka ndërtu këtë kishë. Tu është dhe dera vogël, aty ka thënë se kemi lënë ndërtu dhe varrin. Unë kam një historik gjatë të të punë dhe e kam hajtë një... Ja me Gjok Pepën. Kemi gjetur ditën e Shëngjonit për me dalë këtë kisha e mrekullueshme në kulme. Ha? edhe një ditë në tamam për me dalë për vizita të tilla. Pelegrinazh. Edhe në fund atje në Shëngjin fare kemi diellin duke përënduar dhe diku majën e verit se cilët do ta tregojmë. Dhe këtu kemi krishën e mrekullueshme të Shëngjonit. E ndërtuar në vitin 467 nga Kokmalshi thonë. Thonë, po. Jetun asparit. Edhe një vit para vdekjes së Gjergjit të Madh. Po. Kastriot. Se dhe ai ka lënë amanet që varrin të i këtu ka pastaj më sigur duhet me u drejtu Mbarova dhe studiusve. më telefonoj sot. A din gjatë të tash ku kurse kisha sot në kulme, i thash edhe unë kam qenë punë. Sot kam shkuar edhe çik. Duke nes nga qiri këtu të kisha Shëngjonit. Kemi qenë të mënditën e vetë dhe imi me dhe shpërlesim, imi me herojnë e kësaj puni cili ka ndërtu kishën. Unë do ta falenderoj. Këtu në strejën e kësaj kishe, në ditën e Shëngjonit, në këtë kishë bekuar ndërtuar në vitin 1467. Sot pas qenë më vërtet një ditë e bekuar për gjithë ne, sepse u takuam në mënyrë të rastësishme, se bebi ka qenë Gjolin Zef Kaçorri që në ka ardhur, që nuk shihet tash në errësirë, por ju premtojmë se së shpejti Leshi do t'i vendosi një dritë. E drejtja po zoti. Nuk ishte ditë më të mirë pra sot, e kthym kishën e Shëngjonit me dritë. Falenderojmë Lesh për punën që ke bërë. Që është bekur. Ti se ti je ma iniciatori i gjitha këtine vizitave, gjitha këtine që vjen ti i interesosh më shumë. Jo, ka shumë vlerë madhe. Sot e kthym kishën me dritë. Sa që bukur. A du një moftë. Në Shqipë. Zhëllin se ti, se Urna. ki pali ndoshta i ka gjurë. E Leshi na tregoj këtë frëngjicë, për çfarë të frëngjicë theti? To ka qenë me luftu me turqit. Ka qenë me luftu, të nuk pas qenë për dritë. Jo, A shumë vendimtare kjo. jo. Do të thënë, Tani këtu, kur është ba kjo, ne kemi gjetë ekstra e kafka njerëzish. Po jo thellë, 20-30 centim. E kemi marrë gjitha ato, e kemi kremullu këtu janë varosë të. Pra, dhe to që këtu. Kur. ka 7-8 vjetë. Bon kishë. Në 2016. 2016, 9 vjetë. Pra, unë jam habit se nuk ka varë Sa patën që... personave më përkishin? Nuk dihej, por me thënë drejt kishte kafka, koka, shumë mbrajt një fjallë, do të thotë që kanë qenë njerëz Të fuqishëm, të fuqishëm. një stritër. A janë fotografu këtu? Asë një fotografi që kemi po, Aj. asë një fotografi. Edhe këto, i që mund poshtë. kemi grumullu fotosashtroj, se kjo kanë qenë bibreshit me gjithë djallë, 2 ditë me shkull një. A këto. Me shkazë me mjetë e Po, këshonë. me kasë me ashto. Edhe, ka qenë këtë me, Herë do lë. Pra sot si me vullnetin e Zotit u bëm disa besimtarë të kisha Shëngjonit në ditën e Shëngjinit, në ditën e Shëngjonit. Edhe kemi gjithë një ditë mjaft të gëzuar sepse e kthym në këtë kishë plot me dritë. U nezën qindra qira aty dhe duke parë dhe historikën e saj dhe njerëzit këtu në mes bimësisë në mënyrë të organizuar. Dhe ja ku jam këtu me shokun e fëmijës time dhe shpëlesin. Se tash jemi dritë dhe na shikoni mirë.
Është bravo qoftë, lumshin duart të vesh për këtë punë që ke bërë. Mirë, bravo ty. Mirë që Edhe unë jam rrit pothuajse këtu dhe nuk e harroj bukën që na ka dhënë nëna jote. ti jeta mbaj frimin gjallë. Po Se kujton. Vëllai, Qartë, këto patjegullash janë këtu të thujme për toka, janë ja nuk janë tjekullat e veta. Jo ka pas tjegullat. me këto që i shoku green që këtu janë të sajt Po, origjinal. janë A tjekullat originalit të tjerë këto. po, tjegullat origjinal. Çfarë thumra? Pra si që thamë në vitin 2016 në ndërtu kjo kishve, sot pothuajse ka marrë jetë, i dhanë dritë, erdhën besimtarë nga gjitha drejtimet, ju keni ardhur nga Durrësi, Të beton 6-50 km. to po vinë nga Durrësi, bashkë me zonjën, bashkë me shoku nga Sheshit, unë kam marrë nga Bulshiza, nga Moe Vels, dhe ky ka ardhur nga Skella. Një movë të gjovi. Një mo të gjithë ne. Shumë gjao bukur. Por me thënë drejtaj që i kujton të ditë, këto festa, këto Unë data është shumë i nderuar. Unë duhe ka marrë spuntur më shumë për marrë këtu lash. Sepse më ka kap ajo dëshira me zbulu më shumë për kokmaqin. Edhe kam dhe një libër të vjetër, e ka shkruar një Llori Pileri, e 1929-ës. E di çfarë thotë? Që kokmaqi kishte lindur në kulme. Ardhë nga maja maltit dhe lindur në kulme. A një gjoku. Ishte një gjoku. Do të thamon të ajo e është historiku. Që kur kanë ardhur sa Kë ka për autor ky libër? Koma katolik në zonën e Shkodrës nuk pranonin që të varroseshin në tokat e shkelura nga turku dhe u zhvillu një rrugë që quhet rruga e karvaneve. Dhe funksioni i kësaj kishte vinte i vdekuri nga Shkodra ose nga rrethinat e Shkodrës dhe kalonte në atë rrugën e karvaneve. Je gjithmonë në referencë me të nënshërit. Po. Dhe rruga e karvaneve lidhet nga Miloti me këtë kishë edhe pastaj ngjitet lart për me shku mu varros në kishën e Shëngjonit në Nënshajt. Pra zonë për të pozicionuar këtë kisha nuk ishte thjesht sipas mendjes së njërit apo tjetrit. Mbilleshin disa pemë të veçanta, siç për shembull ka qenë në Nënshajt kanë qenë 3 ulpin. Këtu rrotull, po të shikojmë atje lart, është një tip ferre që ka ca poqa të kuq dhe është bime bekuar. Aty ku ajo zem dhe zhvillohet, do të thotë që aty mund të ndërtosh një kishë. Shishi. Në të kundërtën nuk është Është vend. në partën ja apo s'ka në kokë? Po, kemi do ta kërkojmë dhe do ta gjejmë aty. Ndoshta tani nuk e ka të kuqe tamam kofën, e ka çik të gjelbër, po do ta gjej edhe do ta them. Pra, vendodja që në kisha ishin kisha zinxhir në funksion të këtyre njerëzve që po kalonin një kalvar lodhje për të shku më varros në një tokë të pashkelur. Sipas gojdhënave më shumë. Ka tjetër. Po, të dytë para derës ysh. Ishte një ditë shumë e veçantë për gjithë ne këtu, Ja ku i kemi shok besimtar sot. Dhe mes ton është edhe një Zush. O Zush, na u prezento pak. Unë jam mësuese Valentina, Ah, mësuese pranë mrekulli. shkollës nënvjeçare Nën Tereza, aktualisht mësuese ndimse. Por në profesion jam mësuese e ciklit ul. Bukur shumë. E martuar prej më se 20 vjetësh në zonën Kulme. Ti na the gjën më të bukur për këtë mitologji këtu. Na Dhe thuaj. lidhja ime, përveç lidhjes dashurore me të ndjerin bashkëshortin tim, është edhe sepse këtu kam gjetë një natyrë të virgjër dhe një vend shumë të bukur. Dhe siç po shikoni dhe vetë nëse ka hapësirë për të kapë diçka, kemi një kishë shumë të vjetër, e cila është një kishë prej më se 500 vjeç, e restauruar para 9 vjetësh, dhe po ta vëzhgosh me kujdes, pjesa e poshtër e ndërtimit është ndërtuar nga gur të veçantë, që ndoshta në zhargonin popullor mund t'i quajmë gur gjodhish, që janë këto me hapësira të lira në to, kanë dëndësi më të vogël se sa guri i bardhë ose guri i zi, dhe janë pak më të lehta se këto dhe kanë qenë të thjeshta për të ndërtuar, të zorshme për të gjetur në terren, por të më të lehta për të ndërtuar.
Struktura e kishës ka qenë jashtëzakonisht e dëmtuar, por me qati prej tjegullës, sepse tregojnë edhe tjegullat e vjetra të cilat janë rreth Po janë këtu në renovet e kishës? kishës. Restaurimi u bë në vitin 2016, sigurisht që kanë marrë pjesë, kjo është gjë për të cilës kanë marrë pjesë jashtëzakonisht shumë njerëz të besimit musliman. Po, falenderoj shumë për këtë informacion. Mundem të lej pa përmend Po, një vajzë që na ka sjell ato uratët e mëdha që si i pa tek. po I pam aty mrena. Ato na i ka sjell një vajzë muslimane. A shumë e bukur. Që ishte jo e konvertuar, por që besonte edhe në katolicizëm. Rreth kishës ka një kuror të gjelbër të mjaftueshme, me lartësi të admirueshme, që quhet si vend vakuf, thonë në gjuhën. Kështu I themi ne, vend vakuf. Dhe nuk e prek njeri. Kjo është dhe njëra nga arsyet që pylli është I padëmtuar fare. Nëse zona preket, përdoret për druzjarje, apo për qymyra, apo për të ardhura. Këtu nuk e prek njeri. Kjo është zonë e mbrojtur nga Zoti, si thonë. Dgjoj, ato gojë që ti ke marrë nga gjyshja jote, nga nëna jote, nga gjithë ato, ishin shumë interesante. Na I thy edhe një herë. Po, mu më pëlqen të them, por duke qenë se nuk janë të shkruara ose të mbrojtura me një tezë shkencore, I them me rezerva. Nuk ka problem. Sepse gojëdhëna dhe legjenda janë gjysmë së vërtetës, ta mund quhen. Do përpiqemi të marrim gjëna sa mund të besojmë ose aq sa na duket me të vërtetë besueshme për kushtet konkrete të vendit. Tani kur unë kërkoja më shumë për zonën ku unë banoj, sepse me që unë e desha këtë zonë dhe më pëlqente shumë, mendova të futem të studioj pak më shumë përveç se gojdhanave. Sipas të dhënave, ekzistonte një rrugë që quhet Rruga e Madhe ose Karvani, kalimit të njerëzve kufomave, të njerëzve të vdekur, të cilët gjatë pushtimit osman nuk kishin lënë domethënë kërku ose lënë amanet nga në familjarët e tyre, që mos të varroseshin në toka të shkelura nga turpët. Disa familje që ishin të kamura, jo gjithë kishin të mundësi, I merrnin këta të vdekur dhe I kalonin në këtë rrugën e madhe që lidhe me Miloti me fangu dilte këtu, edhe ishte një vend pushimi për të vdekurit. Një pikë pushimi referimi për të vdekurit. Pastaj vazhdonin më lart për me shku deri në qafqiri theti. Deri në qafqiri. Edhe atje ka qenë një vend pushimi për të vdekurit. Vend pushimi, pra ne ka pas emrin Pushoshin sepse ishte një zonë që nuk frynte dhe nuk ndishin një zjarm, ndishin një qiri. Sepse gjithmonë I vdekur shoqërohet me një Po. Dhe pastaj varroseshin te kisha e shëngjonit ose shëngjimit. Që është një atje sipër në nshetit, që është një zonë sipër, dhe aty fatkeqësisht akoma nuk ka një kishë. E falenderoj me të vërtetë zotrin që e ka restauruar kishën, e I ka dhënë një formë tjetër. Ama për të vendosur këtë tip kishash që ishin një varg kishash, nuk ishte një kish ose kjo, do të ketë edhe të tjera për të cilat nuk di shumë dhëna. Po fatmirësisht do kërkoj sepse e kam një hapësirë për të kërkuar nëpërmjet një mbesës time që po punon në arkeologjinë shqiptare dhe do kërkoj më shumë dhe temën e mbrëmta tamam për zonat e Kutit. Bravo, shumë e mirë kjo. Do kërkoj për ta gjetur edhe ndonjë tjetër që vjen si në rresht, si me thënë ose si zinxhir. Për të përcaktuar këtë zinxhir kishash, mbilleshin disa bimë të cilat Po na qëtë ka jo bima? Të bekuar. Po, bime bekuar. Dhe njëra për këtyre ishin dhe ultini që janë në fushluqe? E shkallës. Në shkallën e Anshetit. Te kisha Shëngjinit. Ka 3 vjet që ultimi I funit është ka vdekur ka. Është thyer, nuk e ka prej një. Është dukur, po. Ndërsa në zonat më pak të ulta se ultimi I përket zonës dushkore. Është dushkore, nuk është pish. Pra aty ndahet dushku me pishën në majt në Anshetit. Po. Në zonat ku është vetëm dushkore dhe është pak më e ulët, kjo bima këtu që fatkeqësisht nuk ja di emrin. Nuk e di emrin? Po. Është pak gjëm, kjo bima këtu. Po, kjo është? Kjo këtu. Kjo është kjo bima. Po, është pak gjëm, krijon në vjesht ca kokra të kuqe, është bimë e bekuar. Mbilleshin këto bimë në vende të ndryshme, në zona të ndryshme. Aty ku ajo lulëzonte, zhvillohej, krijon. Aty ishte një vend që mund të ndërtoje një kishë. Do të thënë vend I shenjtë. Mund ta themi kështu. Dhe pastaj gojdhonat janë të formave të ndryshme. Se për të ndërtuar një kishë ka
Ka shumë gjëra që duhen vëzhguar. Po, shumë e bukur. Pozicionet e erës, pozicionet e lidhjeve, pozicioni i shikimit, janë shumë gjëra që duhen shikuar, për të cilat nuk mund të flas me bindje. Jo, sot tamam një ditë e bekuar dhe për ty mësuese, po edhe për ne që erdhëm këtu do bashkum gjithë së bashku, sepse në ditën e Shëngjinit ne po shohim dhe Shëngjinin e vërtet atje. Atje ku është dielli në këtë moment e funit, është Shëngjini. Unë kisha një detyrim personal që t'isha sot. Falenderoj shumë. Sepse e para unë jam binën Shenti dhe Shëngjoni atje ka një kish. Edhe këtu kam një kish. Kam edhe lidhjet e tjera spirituale, sepse im shoq ka punuar bashkë me Zotin Vllajsh për ta ndërtuar të kish. Ai ka bërë atë pjesën e mjeshtrisë e kështu. Pra kisha një Unë po lutemi për të ndjerin. një homazh. Po gjë kështu të zbulon një minjerë tjetër. Po ti çeke nga veni i Shëngjinit, nga Shëngjinit në shet. Unë të gjitha këto studime i kam përgatitur edhe një flet palosje për zonën kulme, Po bukur. të cilën du ta hap sa më shumë tek njerëzit që sa kanë bukur. interes. Atëherë ne do shihim në nesër tek bashkia, sepse aty do bëhet një ekspozitë e figurave kryesore të Mirditës dhe do ta vazhdojmë këtë. Unë jo, Të studim. për shkak se jam me impenjimet e mia. Kam impenjimet e tjera, jo se dua të shmarr. Po. Që të marr pjesë. Po gjithë këto studime zoti Gjovi kanë bë vetëm për të bë Gjithë zotit se unë duhet shumë. dua të hap një ditë. E kam hap. Lidhet se bën me vendet e kultit. Patjetër po. Me gjërat interesante Mhm. që e bëjnë